Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi musallian ala Muhammedin wa alihi wa man tala wa ba'd. Gjithë falënderimet dhe lavdrimet i takojnë Allahut xhalla xhelaluhu, salavatet dhe selamet i dërgojmë profetit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre më të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, të gjithë të cilët jeni të buar sot në këtë mbas ikindije të cilën e kemi zakon që në muajin e madhërishëm të Ramazanit, çdo pas ikindije, çdo të diell, kemi pasur ligjërat, pasi që kjo e diell është e diella e fundit e këtij muaji, dhe se përfundimin e këtij muaji dashtum që ta përfundojmë me një përfundim shumë të veçantë e të bukur, me musafir të veçantë e të dalluar, e të çmuar, i cili ka ardhur nga diaspora, pra nga Zvicra, veçanërisht që të na nderon e inshallah me disa këshilla të na këshillon, e ky është Hoxha Bilal Dauti, Allahu e shpërbleft me të mirat e tij, ashtu siç din ai ta shpërblen për kohën që ka nda edhe për përgjigjen e ftesës për të cilën është përgjigjur. E lutim Allahun xhela xhelaluhu që Allahu të ja kompenzon gjithë atë mund dhe gjithë atë harxhim që ka ardhur deri këtu. E pastaj kemi dëshirë inshallah që ta ndëgjojmë me vëmendje këshillat të cilat do të na jep, edhe pse Hoxha tha në fillim, ky atje ku ligjëronte xhamia dhe në Zvicër më së shumti ka ligjëratat pra në gjuhën gjermane. Tha unë nuk e di si do t'i lidhi fjalët në shqip. Thash mos e kitër se edhe në shqipe nuk e folim mirë. Inshallah do të kuptohemi për ata fjalët që të dalin nga zemra, inshallah do prekin edhe do arrin në zemër, e që është në mesin tonë me të vërtet është një nder i veçantë që ta përmbyllim këtë muaj të bekuar, pra me këtë dhurat të çmuar, le turnon Hoxha e Allahu e nderoftë e shpërblet me të mira. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Vëllezër të nderuar, falëndrimi takon Allahut fuqiplot, ndërsa selamet dhe salavatet ja dërgojmë të dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Normal se pikë së pari njeriu duhet me e shpreh falëndrimin dhe Allahut subhanahu wa taala, se çdo e mirë vjen nga ai te barek wa taala. Pastaj na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që njeriu duhet me qenë edhe falëndrues ndaj njerëzve, kështu që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men lam yashkurin nas lam yashkurillah." Ai që nuk e falëndron njeriu, me të vërtetë nuk e ka falëndruar, nuk e ka falëndruar edhe Allahun. Kështu që e falëndroj, pasi e falëndrojmë Allahun subhanahu wa taala që ja bë sebeb Hoxha me këtë thirrje, edhe e lusë Allahun subhanahu wa taala që Allahu ta shpërblen me të mirat e tij, ai si din, me të vërtetë Hoxhën e respektoj shumë dhe kam edhe shok
Lusë Allahun subhanahu wa taala që këtë dashuri ta bëjnë dëshmi para Allahut ditën e gjykimit, edhe ta bëjnë shkak që na të jemi në hijen e arshit të Allahut subhanahu wa taala atë ditë ku nuk do të ketë vlerë as pasuria, as malli, as evladi, përveç saj që kthehet tek Allahu subhanahu wa taala me zemrën e paqt, me zemrën e shëndosh. Pra lutim Allahun subhanahu wa taala që kjo dashuri të jetë një dashuri e sinqertë vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pastaj falëndrimi duhet me u shpreh edhe ndaj juve që bëni sabër normal, jemi të krejt duke agjëruar, edhe të krejt jemi normal, të lodh edhe presim iftarin me shpirt, po inshallah taala Allahu të krejtve na i shtoft sabrin e inshallah i ndëgjojmë disa këshilla sot së bashku, edhe lutim Allahun subhanahu wa taala që të përfitojmë secili prej nesh. Se qëllimi kryesor, vëllezër të nderuar, është që na ta rikujtojmë veten, ta rikujtojmë ndoshta me diçka që e kemi ndëgjuar shpesh, po rikujtimi i sjell dobi besimtarit, siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala. Pra, ndoshta është e mundur që ju çka po ndini sot nuk është diçka e re. Mirë po, rikujtimi me të vërtet i sjell dobi besimtarit. Pra, qysh e dini, vëllezër të nderuar, na jemi ma ka fundi i muajit Ramazan. Shumica e Ramazanit ma ka kaluar. Edhe normal se zemra besimtarit e ndjen një dëmshuri në zemrën e tij. Se po na lën ky muaj i bekuar. E ndjen në zemrën e tij një mërzi se elhamdulillah kjo kohë që është në muajin Ramazan nuk do të jetë më mas Ramazanit. Shumë sende do të ndryshojnë. Nuk do të jemi më agjërueshëm ashtu siç jemi në muajin Ramazan. Nuk do të ketë mos i fyr së bashku, nuk do të ketë iftare së bashku, nuk do të ketë namaz natë së bashku, nuk do të ketë taravih së bashku. Mirë po, elhamdulillah, besimtari duhet të ketë një gjendje të veçantë në muajin Ramazan edhe mas muajit Ramazanit. Edhe sot, vëllezër të nderuar, dua të fol për një temë shumë të rëndësishme. Si duhet të jetë gjendja e besimtarit masi e ka kryer këtë muaj të Ramazanit. Na shpesh e ndëgjojmë një fjalë që e përmendin hoxhallarët edhe thonë të parë tonë në kohën e sahabëve, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shpesh herë e kanë bërë duan që Allahu të pranojnë Ramazanin 6 muaj me radhë. Kanë bërë dua, janë lutë Allahu subhanahu wa taala që të pranojnë këtë ibadet. Ne vallë a bojmë këtë lutje që Allahu subhanahu wa taala na pranojnë veprat tona, leximin e Kuranit, agjërimin, namazet. A kemi këtë brengna që të mendojmë me të vërtet këta vepra që i kemi bo, këtë lodhje që i kemi bo, a pranon Allahu subhanahu wa taala? Apo ndjem veten si të sigurt, kaloj muaj Ramazanit, edhe veprat i kam të garantume, xhenetin inshallah taala kam të garantuar, apo e kemi atë frikën se ndoshta sinqeriteti nuk ka qenë prezent. Ndoshta nuk e kum bë veprën vetëm për Allah. Ndoshta ka pas në veprën time diçka syefaqësi. Kam shkuar në xhami që të më shohin tjerët. E kam fal namazin që mos tojnë filani nuk ka erdhur në xhami. A i kemi këta brenga, a i kemi këta mërzia? Kjo gjendja jonë do të me reflektu secili për vete. Pra, Allahu subhanu taala e përmend në një ajet shumë të veçantë. Edhe kret ajetet janë të veçanta. Mirë po, secili ajet e mban një mesazh më veti. Allahu subhanu taala thot në një ajet: "Walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un." Dhe ata që japin lemosh, japin sadaka, dërsa zemrat e tyre dridhen nga frika, sepse ata do të kthehen tek Zoti i tyre. Aisha radiallahu anha, gruaja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nana e besimtarëve, e pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për këtë ajet. Thot: "Ja Rasulullah,
Kush është për qëllim në këtë ajet? Janë ata që e pinë alkoholin, janë ata që bojnë gjunahe të mëdha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përgjigjet Aishës dhe i thotë, jo, bia e Sidikut, jo, bia e Ebu Bekrit, është për qëllim. Thotë, jo, ata janë ata që e falin namazin, ata janë ata që agjërojnë, ata që japin lëmosh, mirë po kanë frikë sepse a ju pranohet vepra që e kanë bo, apo jo. Edhe në kontekst, Allahu subhanahu wa taala thot, ata që japin lëmosh, Allahu e përmend një vepër të mirë. Aman kanë frikë, a do t'ju pranohet ajo vepër, apo jo, tek Allahu subhanahu wa taala. Pastaj vazhdon ajeti, thot Allahu subhanahu wa taala se na mendojmë kur na shtohet frika, a na pranon Allahu subhanahu wa taala një vepër, na ka mundësi që njeriu t'i humbe shpresa. Edhe thot, masi mos më pranohet vepra, gjabe që punoj, gjabe që bëj vepra të mira, diloj veprat komplet. As e fal namazin, as nuk agjeroj, as nuk jap lëmosh, masi Allahu s'ma pranon veprën, atëherë i lojt krejt. Jo, qëllimi nuk është kjo. Qëllimi i frikës, atë pranohet vepra apo jo, është që të shtohet akoma shpresa tek Allahu subhanahu wa taala që inshallah më pranohet, edhe e shtoj sinqeritetin, i largohem syefaqësisë, i shtoj ibadetet hala ma shumë, mundohem në atë rrugë sa ma shumë që Allahu subhanahu wa taala me shpresën që e kam të madhe ndaj tij, edhe me frikën që Allahu subhanahu wa taala të mi pranojnë veprat. Se pastaj thot Allahu subhanahu wa taala, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Ata kush janë? Ata janë ata që nxitojnë në vepra të mira dhe janë të parët në to. Ata garojnë për vepra të mira. Pra kjo frikë që duhet me pas ne, duhet na çojnë tek shpresa tek Allahu subhanahu wa taala që akoma të përmisojmë veten edhe të veprojmë mirë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pra, nuk është qëllimi që shpresat na hupet. Qëllimi është që kjo frikë të mbjell akoma dëshirë në zemrën tonë për me vepru akoma ma shumë vëllezër të nderuar. Këtë e shohim edhe në një ajet tjetër, ku Allah subhanahu wa taala thot, "Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih." A është ai që është i përulur gjatë orëve të natës, duke rënë në sejdë, duke qëndruar në kamp që bojmë nan muajin Ramazan, bim në sejdë, falim namaz, jemi duke qëndruar në kamp, që i friksohen ahiretit, aman dhe shpresojnë në mëshirën e Zotit të tij. A është ai njëjtë me atë që nuk e bën këtë? Nuk është i njëjtë. Këtu vëllezër të nderuar, Allahu subhanahu wa taala i përmend dy adhurime madhështore që njeriu duhet me i pas në zemrën e tij. Është frika ndaj Allahut subhanahu wa taala, edhe është shpresa që duhet me pas njeriu në mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Këta dy adhurime, vëllezër të nderuar, i kanë përmend dietarët si dy fletat e zogut. Të dy shkojnë bashkë. Nëse njëna mbizotron, atëherë ka mundësi që ky zogu me rah. Edhe njeri bjen. Nëse shpresa mbizotron, atëherë njeriu zhytet hala në gjinahe edhe thot, hajtë se Allahu është mëshirues. Hajtë se Allahu mi fal gjinahet. Edhe vazhdon duke bo gabime ashtu si çka bo. Nëse mbizotron frika, çka ndodh? Njeri thot, si që përmendim më parë, s'ka gjabe që i punoj. Allahu s'ma pranon. Allahu nuk do të më falë, nuk do të më shtin në xhenet. Pra, akoma vazhdon në gjunahe edhe nuk vepron veprat e mira. Pra, këta të dy duhet me shku barabartë. Duhet me pas frikë, a më pranohet vepra,
e shtoj sinqeritetin, veproj ma shumë, largohem gjunaheve. Në të njëjtën kohë kam shpresë që Allahu subhanahu wa taala të më mëshirojnë edhe të më falë. E kështu që njeriu vazhdimisht është njëherë në këtë anë, njëherë në tjetrën anë. Edhe të jemi të sinqert me vetveten tonë, vëllezër, se njeriu vazhdimisht gjendet në këta gjendje. Vazhdimisht. A keni vure, nuk jemi konstant çdo kohë. Njëherë bëjmë gjunahe, njëherë i shtojmë adhurimet. Njëherë vajtojmë ndoshta para Allahut subhanahu wa taala, po njëherë jemi në gaflet edhe harrojmë. Se kujtojmë vdekjen, nuk i kujtojmë të mirat e Allahut subhanahu wa taala. Edhe kështu që elhamdulillah këta adhurimet e zemrës madhështore e çojnë njeriu që kur bien në gjuna të kujtohet se Allahu subhanahu wa taala është ai që është i ashpër në dënim. Edhe të bëjnë tobe, i kthehet Allahu subhanahu wa taala, të pendohet tjetrën anë, shpreson në faljen e Allahut subhanahu wa taala edhe i shton veprat. I kthehet Allahut. Se qëllimi, vëllezër të nderuar, kryesor i ibadetit çka është? Çka është qëllimi kryesor? Pse adhurojmë ne Allahun? A ka nevojë Allahu subhanahu wa taala për adhurimin tonë? Jo. Pa Allahu subhanahu wa taala don që na ta tregojmë për ulësinë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ta tregojmë dobësinë, varësinë që kemi ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ta vërejmë edhe ta ndjejmë dobësinë që kemi. Të jemi të ulët para Allahut subhanahu wa taala, kur mos na kap ajo mendjemadhësia para Allahut subhanahu wa taala. Ta ndjejmë se Allahu subhanahu wa taala krejt të mirat na ka dhuru. Ta ndjejmë këtë për ulësi edhe këtë frikë respekt dhe Allahu subhanahu wa taala. Ajo është qëllimi kryesor i ibadetit. Ajo është qëllimi kryesor që na ti drejtohemi Allahu subhanahu wa taala me zemër të gjallë. Jo vetes t'i biem kraut edhe t'i thomi mashallah unë sa namaze kum fal. Jo të mbështetemi në vetveten edhe të thojmë unë kam vepru edhe kam bo edhe kam dhon. Ja. Nëse arrim në këtë shkallë, atëherë vëllezër të nderuar e kujtojmë një fjali të parëve tonë që kanë thonë ndoshta një gjuna e çon njërin në xhenet, a një vepër e mirë e çon tjetrin në xhenem. Normal se cili për nesh e pyet veten tani, si ka mundësi një vepër e keqe me e çu njërin në xhenet, apo një vepër e mirë me e çu njërin në xhenem. Shpjegimi i kësaj çysh është? Kanë thonë dietarët, ai që vepron një vepër të mirë, ama mburret pastaj me veprën. E mburr veten. Mbështetet vetes. Thot, unë kush jam, unë e kam bo, me forcën time, me mençurinë time. Kjo grimës, do shta një grimës të vogël me pas të mendjemadhësisë, e çon njeriu ta bëjnë një gjuna të madh para Allahut subhanahu wa taala, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kush ka një grimës mendjemadhësie në zemër nuk do të hyjë në xhenet. Allahu na ruaj. Mirë, po ai tjetri që ka bënë një gjuna, si ka mundësi ai të hyjë në xhenet? E ka bo gjunahin, aman ka ndje keqardhje. E ka ndje veten se ka bo gabim. Ka qajt para Allahu subhanahu wa taala, ka rrjedh lot para Allahu subhanahu wa taala, ka thonë o Zot, ku mbo një gabim më fal. Ai me atë pendimin çka ka bo një vepër të madhe tek Allahu subhanahu wa taala, edhe ajo është bo shkak që ai të hynë në xhenetin e tij, vëllezër të nderuar. Këtë vërejmë edhe në një ajet tjetër, ku thotë Allahu subhanahu wa taala, ghafiri dhanbi wa qabili tawbi shadidi al-iqabi dhi at-tawl. Allahu subhanahu wa taala thotë, ai është falësi i mëkatit, pranuesi i pendimit, i rrept në dënim dhe zotruesi i mirësisë të madhe. Edhe këtu e vërejmë njënënon përmendet shpresa në mëshirën e Allahut, në faljen e Allahut, se Allahu subhanahu wa taala është falësi. Allahu është ai që na fal. Allahu është ai që e pranon pendimin. Mirë, por në të njëjtën kohë duhet njëri me ditë se Allahu subhanahu wa taala është edhe i ashpër në dënim, pra secili prej nesh
ta pyes veten, ky namaz a është i pranuar, që e fal ditë për ditë? Agjërimin që e kam, a është i pranuar? Namazi i natës kur dalim prej derës, përshëndetime me njëri tjetrin, selam aleikum, aleikum selam. E thojmë ndoshta me gojë, kabull, Allahu ta pranoft. Ama kur mbyllemi vetë në shtëpi, a rrjedhim një lot për këtyne syve që Allahu subhanahu wa taala na ka dhuruar, edhe kemi këtë frikë ndjem, a na dridhet zemrat që ka përmend Allahu subhanahu wa taala, wajila, na dridhet zemra, a me të vërtetë Allahu na ka pranuar? Kjo është një pikpyetje e madhe tek ne, krejt. Secili prej nesh duhet me e reflektu veten edhe me i mendu këta pika që i përmendëm më herët vëllezër të nderuar. Allahu subhanahu wa taala e përmend edhe në një ajet shumë të veçantë, thot innal ladhina yatluna kitab Allah. Kret këta veprimet që zhibojmë na në muajin Ramazan, i shtojmë. Me të vërtet ata që e lexojnë librin e Allahut, secili prej nesh, alhamdulillah, në muajin Ramazan e shton leximin e Kuranit. Wa aqamu s-salata, edhe falin namazin. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya. Edhe japin lemosh për asaj që Allahu i ka furnizuar në fshehtësi edhe në hapësirë. Çka bojnë ata? Masi i veprojnë këta vepra, yarjuna tijaratan lan tabur. Shpresojnë në një tregti që kur nuk humbet. A shpresojmë na që të na pranojnë këta vepra? Kjo do të jetë shpresa e madhe që duhet ta ndjejmë. Edhe frikën na do pranohet, ama edhe shpresën që Allahu subhanahu wa taala të na ketë bëkit si një tregti që kur nuk humbet. Një investim i madh, një investim që nuk humbet asnjëherë. Tregtia në këtë dynja ka mundësi me humb apo me fitu. Ama tregtia me Allahun subhanahu wa taala nuk humb asnjëherë. Okej, si bijmë këta na të dy përbashkët, këta ajetet? Na thojmë se duhet me pas frikë, po në tjetrën anë duhet edhe me pas shpresën. Vëllezër të nderuar, kanë cek dietarët dhe kanë thonë kur duhet shpresa me mbizotru, kur duhet shpresa me qenë ajo që mbizotron tek njeriu. Edhe kanë përjashtu një rast, e ajo është pranë vdekjes. Njeriu kur është para se, do me thonë, e len më këtë dynja. S'ka më mundësi me vepru shumë. Nuk ka më mundësi me uqu me fal namaz nate, ndoshta me majt agjërim, aman e ka një adhurim të madh, është mendimi i mirë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Me pas mendim të mirë, me shpresu në mëshirën e Allahut subhanahu wa taala në momentet e fundit, me pas mendimin e mirë për Allahun subhanahu wa taala. Se që ashtu si mendojmë për Allahun subhanahu wa taala, ashtu Allahu tebarek wa taala fuqiplot do të veprojnë me neve. Nëse në momentin e fundit njeriu pendohet sinqerisht, shpreson në mëshirën e Allahut, shpreson në faljen e Allahut, shpreson që Allahut ja pranojnë ibadetet, që ashtu Allahu subhanahu wa taala nda pranojnë. Kështu ka qenë veprimi i shumë vetëve të parëve tonë, që kur kanë qenë në agoninë e vdekjes, vëllezër të nderuar, kanë shpresuar shumë në mëshirën e Allahut subhanahu wa taala, edhe ne duhet që ashtu me qenë. Këtë e cek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një hadith që e transmeton Muslimi, thot në ditën e gjykimit do të sillen disa njerëz. Në një rivajet cekën 2 njerëz do të sillen nga banorët e zjarrit të xhenemit. Edhe do të paraqiten para Allahut subhanahu wa taala. 2 njerëz. Masi kanë dalë pi xhenemit, do të paraqiten para Allahut subhanahu wa taala, pastaj do të urdhërohet që të kthehen përsëri në zjarr. Do të urdhërohet që të kthehen përsëri në xhenem. Njëri prej tyre kthehet dhe thot: O Zot, nuk kam menduar kështu për ty. Dëgjoj një mirë këtë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
thot nuk kam menduar kështu për ty, o Zot. Allahu thot, si ke menduar për mua? Ai do t'i përgjigjet, kam menduar se nëse më nxjerr nga zjarri, nuk do të më kthesh më në të. Atëherë urdhëron Allahu subhanahu wa taala që të futet në xhenet. Si e ki mendimin për Allahun subhanahu wa taala, Allahu që ashtu do të veprojë me ty. Pra, mendimi i mirë për Allahun subhanahu wa taala do të jetë gjithmonë prezent në zemrën tonë. Mirë po, jo të na çojnë që na t'ia kthejmë shpinën Allahut subhanahu wa taala. Kështu që e përfundojmë vëllezër të nderuar këtë ligjërat me disa pyetje që duhet vetes t'ia parashtrojmë. Ne jemi në fund të këtij muajit. Alhamdulillah, muaji i Ramazanit është një shans, është një mundësi e madhe për me përmirësu veten. A ka lënë ky muaj i Ramazanit në i gjurmë tek na? Sigurisht muajin Ramazan po, veprojmë, i shtojmë ibadetet. Ama në masit ka lënë ky muaj i Ramazanit, a ka lënë në i gjurmë në zemrën tonë? A ka bën një ndryshim apo e vazhdojmë jetën ashtu si kemi qenë para Ramazanit? Kemi hyrë edhe do të dalim çashtu si jemi. Jo, qëllimi nuk është kjo. Qëllimi është, vëllezër të nderuar, a kemi marrë një mësim pikë kësaj shkollës të muajit Ramazanit? Ai që nuk është fal, ta fillojnë namazin. Ai që e ka lënë Kur'anin pas dore, apo nuk i ka mësuar shkronjat hala, apo unë gjithmonë u them vëllezërve, na kretë jemi musliman, kretë besojmë Kur'anin, ama pakica prej neve e marrin Kur'anin në herë në dorë, edhe ta lexojmë në gjuhën shqipe për kthimin, kuptimin e Kur'anit. Çka thot Allahu subhanahu wa taala? Çka janë fjalët e Allahut subhanahu wa taala? Me çka na drejtohet Allahu subhanahu wa taala në këtë libër neve? Pra nëse kemi lënë Kur'anin pas dore, apo i thojmë vetes, e kam lexuar një herë në jetën time Kur'anin prej fillimit deri në fund edhe ta kuptoj, jo vetëm arabisht. Normal, arabisht ta lexosh Kur'anin është ibadet i madh. Aman, a kemi lexuar ta kuptojmë? Duhet me i ra vetes mas vëllezër të nderuar, pastaj mëkatet, a i kemi lënë, a do t'i lëjmë mas muajit Ramazan? Se në Ramazan, elhamdulillah, kontrollojmë veten. I kemi lënë do sende, do veze, aman mas muajit Ramazan. A vazhdojmë qashtu, apo mundohemi me i lënë mëkatet? Allahu na boft prej atyne vëllezër të nderuar që të dalim nga ky muaj me mëkatet e falura. E lusim Allahu subhanahu wa taala që Allahu na pranojnë veprat. E lusim Allahu subhanahu wa taala të na fus në xhenet pa llogari edhe pa dënim. E lusim Allahu subhanahu wa taala, vëllezër të nderuar, që Allahu të na bashkojnë ashtu siç na ka bashkuar këtu në xhenetin e tij. E lusim Allahu subhanahu wa taala ta na bëjnë prej atyre që e kanë frikën edhe kanë shpresën tek Allahu subhanahu wa taala. Edhe motori i gjithë kësaj është dashuria e madhe që kemi për Allahun subhanahu wa taala. Se vallahi, vëllezër të nderuar, jo diçka tjetër neve na çon që ta adhurojmë Allahun subhanahu wa taala përveç se dashurinë që kemi ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ashtu e lusim Allahun që Allahu na mundson që Allahu të jetë i kënaqur me neve edhe të na bashkojnë me të dashurit tonë që dëshmojnë se s'ka zot tjetër përveç se Allahu që meriton adhurimin, na bashkojnë në xhenetin e tij me prindrit tonë, me dashurit e tonë. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ju shpërblet. Allahu është shpërbleft Hoxhën për këto fjalë të përzgjedhura dhe me këto këshilla të thella. Që lutim Allahun xhela xhelaluhu të zonë vend zemrat tona dhe Allahu ta shpërblen me të mirat e tij Hoxhën për këto këshilla që me të vërtetë që e patëm në mesin tonë sot ishte një nder dhe një vlerë. Allahu e nderoft që ka ndokuar dhe se na jemi inshallah gjithherë kështu në mikpritje që të na vizitosh sa herë
Si të ketë mundësi, hoxha, inshallah, ta shfrytëzojmë edhe pak në namazin e taravis, inshallah, do të mundohemi ta ndalim edhe një 2 këshilla tjera me anxher. E Allahu më nderoft, Allah ju shpërbleft. Ju që bëtë sabër, Allahu xhelle xhelali ju shpërbleft me xhennet, e di që është koha e punës tash, te na sidomos në fshat, po me të vërtetë keni ndonë nga koha juaj e shtrenjtë. Allahu ju nderoft, Allahu ju shpërbleft. Walhamdulillahi rabbil alamin.